Lideri i opozitës Sali Berisha denoncoi të hënën se si karteli Troplini ndikoi në rezultatin zgjedhor të Durrësit. Ai tha se ky kartel është më i fuqishëm në Ballkan. Kandidati i kartelit Troplini, karteli më i fuqishëm i kokainës në Ballkan dhe ndër më të fuqishmit në Europë, i cili është i vetmi kartel me port në dispozicion. Është karteli që kontrollonte në çdo metër katror portin e Durrësit. Është karteli që bënte çdo emrim dhe anullonte çdo shkarkim në këtë port, duke filluar nga pozicioni i fshesarit tek vinqieri, drejtori dhe me radhë. Berisha shtoi se Arkend Balla ishte kandidati i Troplinëve në Durrës, të cilët e nxorën atë me më shumë se 5.000 vota, krahasuar me rezultatin që vetë kryesocialisti Edi Rama arriti në vitin 2021 në këtë qark, ku kandidoi për deputet. Ky kartel kishte përcaktuar Arkend Ballën si ministër të ardhshëm të brendshëm të Shqipërisë. Në marrëveshjen Agasi Rama Doçi, që është nip i Troplinëve, po eksponent in spico, prandoria e kartelit Troplini shtrihet nga Peruja në Europën e Veriut. Pra, ky kartel nxori Arkend Ballën 5.000 vota më të votuar se Edi Ramën në vitin 2021. Nëse nuk do të kishte ndërhyrë ky kartel sipas Berishës, Durrësi do të ishte 80% për Partinë Demokratike. Po të mos qe efekti kartel Troplini, dhe jo vetëm Troplini, se sërvën Troplini në Durrës, edhe banda tjetër është. Edhe banda tjetër që mbështetja Ani Dyrmishin e tjerë, Durrësi mund të ishte 80% për Partinë Demokratike. Ndër të tjera, Berisha nënvizoi se PD do të kërkojë pavlefshmëri dhe do të bëjë të gjitha llojet e ankesave.